Night of the Champions 12 në Vlorë, i kthyer tashmë në traditë në çdo fund vit në sportin e kickbox. Aktiviteti i zhvilluar mbrëmjen e të shtunës në Pallatin e Sportit Flamurtarit të qytetit të Vlorës, aty ku nuk ka munguar rivaliteti, emocionet në një mbrëmje fantastike. Një aktivitet ku janë fituar dhe 2 tituj VKU Albania. Një aktivitet ku janë zhvilluar edhe 7 ndeshje kryesore, ndërsa sportistët kanë qenë nga vende të ndryshme, Shqipëria, Italia, Maqedonia e deri nga Filipinet. Ndeshjen kryesore dhe më të fortë të mbrëmjes e ka fituar sportisti shqiptar Luis Uruçi i Fight Club Egnatia, duke mposhtur në ndeshjen finale rumunin Vasilovic. Vetë sportisti shqiptar që regjistroi kështu fitoren në radhës në një ndeshje ndërkombëtare të kickboxit është shprehur i lumtur për fitoren dhe për të vijuar në këtë rrugë. Familjen time, motën dhe mamin. Bëhet për shëndes. Faleminderit tim Arjan Baja. Shumë faleminderit për çdo gjë që ke bërë mua deri sot të ditë. Falënderit, unë jam kampioni. Fituesi i ndeshjes kryesore që ishte Night of the Champions, një tjetër titull i fituar, si ndjes? Jam shumë i lumtur. Jam munduar të bëj të gjë prej kohësh. Është hera ime e parë të jem në Fight of the Night ose Performance of the Night. Kjo nuk është ndonjë gjë e madhe. Ky e dedikon sot. Të fitore sot e dedikoj babait tim si çdo ndeshje tjetër, babait tim të ndjer, ekipit tim, familjes time, sidomos trajnerit tim. Kjo është ajo që më ngritur. Jem këtu sot. Faleminderit. Suksese më tej. Shumë faleminderit të gjithëve, shumë faleminderit. Albana Likaj, presidenti i Federatës Shqiptare të Kickbox dhe trajneri i Flamurtarit dhe Fight Club Vlora, ka theksuar rëndësinë e këtij aktiviteti dhe qëllimin që vitin tjetër të ketë edhe më shumë pjesëmarrës në Night of the Champions 13. Night of the Champions 12, siç e patë edhe vetë, u realizoi me sukses, me ndeshje me pjesëmarrje shumë të gjerë këtë herë. Fatkeqësisht nuk na u ndesh kampioni jonë dishja për një arsye të dëmtimit të kundërshtarit, por gjithsesi shkoi çdo gjë shkëlqyer, ndeshjet ishin shumë të bukura dhe shpresojmë viti tjetër për më mirë akoma. Faleminderit të gjithëve ata që na kanë mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve që kemi zhvilluar. Vetë një traditë në çdo fund vit. Është viti 12 edhe vitet e ardhshme do përpiqen ta bëjmë më të mirë dhe më të fortë akoma. Night of the Champions ka zhvilluar kështu edicionin e saj të 12 në kickbox në Pallatin e Sportit Flamurtari, një aktivitet që vjen kështu në çdo fund vit dhe që është kthyer në traditë në qytetin e Vlorës, duke dhuruar ndeshje me spektakël dhe rivalitet në sportin e kickbox.